Në një intervistë televizive, mjeku veterinar Rushan Vrapi foli në lidhje me temat më aktuale dhe më të përfolura për mishin me salmonel. Mjeku nënvizoi rëndësinë e respektimit të kushteve higjieno-sanitare jo vetëm në thertore, që duhen të jenë brenda standardeve, duke u ndalur edhe tek zinxhiri i ftojes. Zinxhiri i ftojes është shumë i rëndësishëm. Mishi pas therjes së kafshës duhet të mbahet për rreth 48 orë në temperatura nën zero, zakonisht -4 gradë Celsius. Kjo ndikon në uljen e ngarkesës mikrobike, jo 100%, por që ndikon. Kjo është e rëndësishme pasi edhe mënyra se si reagon trupi ynë varet nga ngarkesa mikrobike, u shpreh ai. Mjeku ka renditur edhe disa nga indikatorët që mund të na bëjnë të kuptojmë nëse mishi, të cilin po blejmë, është i kontaminuar apo jo. Në lidhje me pamjen, një mish i freskët duhet të ketë një ngjyrë të kuqe në rozë. Vëmendje duhet t'i kushtojmë edhe aromës së mishit apo lëngjet me ngjyra të ndryshme që mishi mund të ketë rreth e qark. Sa i përket strukturës së mishit, ai nuk duhet të jetë as gjelatinos dhe as i fortë, tha ai. Vrapi vuri theksin edhe në rrezikshmërinë që paraqet përdorimi i antibiotikëve te kafshët dhe ndikimin që ka kjo tek organizmi i njeriu. Problem është edhe pjesa e përdorimit të antibiotikëve në kafshë, pasi nuk shkatërrohet me gatimin as në temperatura të larta 100 gradë. Antibiotikët janë një nga problemet më të mëdha të botës, kjo dhe për faktin sepse krijojnë rezistencë ndaj antibiotikëve, tha ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.